Shpjegoj për shqiptarët që nuk duan të kuptojnë ndonjëherë se kanë qef të shohin njerëzit në burg. 25 milion euro në vit, 25 milion euro në vit, harxojnë për këta të 2500 të paraburgosërit. Po. Jeni dakord? 25, sa kemi për shkencën? Në 5 vjet 11 milion. Po. Kurse në 5 vjet tu janë 125 milion, e kuptove? Për burgje. Se s'kemi shkencë. S'kemi shkencë, se kemi burgje. E kuptoni qa logjike matematike jeni komplet ufje. Prandaj jam i zemruar dhe them që edhe sikur ta ketë bërë krimin, edhe sikur ta ketë bërë krimin, edhe sikur ta ketë bërë, dhe sikur unë ta di me saktin që ka bërë, më shumë, po lëre të mbaj gruaja me bukët, dhe aty në shpile tri të gatuaj gruaja, të laj, të shpaj, të duroj. Kush është qëllimi i ligjit? Ligji në vetë nuk duhet të ketë qëllim parësor dënimin. Është parandalimi. Pra është një rregull shoqëror që njerëzit mos të shkojnë ta bëjnë atë gjë. Jo hajde të dënojnë. Pikërisht parandalimi dhe kush është misioni, pastaj politika penale është rehabilitimi. Këta njerëz duke i mbajtur në paraburgimi i bëjnë më të mirë apo më të këqij për shoqërinë. I sillin pasoja ekonomike, sociale, familjare më të rënda apo më të buta në momentin që i lirojmë. Pra këto duhet të kemi parasysh. Sa kanë mend një në momentin që ti jep arrest në burg, se ke hall të mbledhësh provat. Ne na vjen keq se po synohet edhe qeveria ka raste që thotë ku do të hapet një burguri. Domethënë shohin hapjen e burgjeve të reja. Në vend të mbyllen burgjet pra të ndryshoj politika penale, që njerëzit mos bëjnë vepra penale, këtu synohet hapja e burgjeve. Dhe na vjen keq se këto burgje po hapen dhe me miratimin e Bashkimit Evropian. Ke dhe flamurin e Bashkimit Evropian. Që të kthejnë ata që janë andeja. Në erasin këtu. Po boni nej rruga, bëjnë nej rruga në gjë tjetër që të punësojnë njerëzit, të mos shkojnë të hashashi. Pra, edhe orientimi është i tillë që njerëzit shkojnë në burg. Vendimi unifikues ka ato anët e mira, sepse pavarësisht është modifikuesi çik, se duhet ishte për caktimin e praktikës, madje duhet ishte më tej që caktohet. Do ta ishte normative, jo ai ka ngjenë në rangun këshillues. Por kjo është diçka pozitive. Pra thotë që kemi fol në për studio, shokët kanë kohë më para që flasin, shiko rrezikshmërinë e autorit veprës penale. Pra janë dy gjërat ndara, vepra penale dhe autori. Këto janë pa gjithmonë bashkë saldume. Nga prokurori se ka nisë tash praktika 12, 13 akuza, 17, 25, dhe në fund fare një faktor, si punë e brumit, që i ndatë të copat e vogla, do të thënë. Punë e brumit? I njëti brum ndatë me copat vogla. E shefi të shkoj e bashko dhe herë, e ndatë ndryshe. Pra, shifet rrezikshmërie e autorit. Kur shifet ana familjare. Pra, këtu here parë që gjykata e lartë mendojnë për gratë, se ana familjare është gruaja në shtëpi. Sepse shumë burra ka se s'ka, ose e kundër se ke dhe gra në burg, duhet mendojnë edhe për burrin. Pra here parë që përshofin anën familjare, përshofin kodin e familjes, përshofin fëmijët. Urojmë që të merret parasysh. Por e po në një fuqi prapavepruese, ka kjo? Me ata që janë burg. Jo. Ska sepse nuk ka asnjë forcë detyruese dhe nuk thot asnjë gjë të re te atyre që ishin parashikuara. A do lirohet në një akta pecogrosët që është burg? Jo, në bazë të kësaj kjo s'ka. Sigurodhi shashk dhe. Qa u odh, po? Një shashk që u liru një... Ndryshua një mas. Unë ndryshua një mas. Për ka? O, po e di unë për ishte, jo, mos përmeni, po flasë odhë një shashk më parim flasë. Shkemi në televizion, nuk mund të flasim këshu. E më ba, u liruan nga sistemi, jo nga kjo. Gjykata e lartë ka nxjerrë një vendim për zonën Karçanaj. Nga arrest në shtëpi ka dhënë detyrim paraqitje. Urojmë që tjetë edhe për tjerët i sot, pra se gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit. Po lutesh ti? Unë, shiko, në momentin që largon... Menojnë edhe për fokarit, në falë, për ato që s'kanë bukë me ongë në shtëpi. Në momentin që e largon nga sistemi, pra, që do të thotë që mund të ke atë masën tjetër të sigurimit që ta pezullosh nga funksionet publike, nuk është e nevojshme për ta mbajtur në arrest shtëpisë. Arresti shtëpisë është i barazblefshëm njësoj me arrestin burg, përveç se ke privilegjet që je në shtëpi. Je në koltuk. Domethënë, je ke koltuku, nuk je